Bravo. Atë mbeti peng vendi i dytë? Jo, nuk më mbeti peng. Tani dogënjeja po të thoja që nuk e doja vendin e parë, se është një garë dhe të gjithë e duan vendin e parë, sidomos kur je aq afër. Por kur ti kupton që ke fituar çmimin e publikut, ne gjithmonë edhe si Westside kemi qenë në gara të ndryshme dhe nuk e kemi marrë çmimin e parë, kanë mbetur. Por kemi marrë çmimin e publikut dhe nuk është e rëndësishme që të marrësh ai çmim që është në lek apo në euro, është e rëndësishme që të marrësh çmimin e publikut. Dhe unë kam marrë dashurinë e publikut, kam marrë atë gjën më të shtrenjtë që unë i kam kushtuar jetën time. Është përgjigje shumë interesante kjo që dhe sepse kam parë që keni nisur vrrullshëm. Pa. Dhe kur thua ka marrë çmimin e publikut, shtohet po ashtu dhe kërkesa për t'ju parë juve tashmë në koncertet vazhdueshme dhe në post Big Brother ti deklarove që jeni tashmë të rezervuar. Tani në post Big Brother, Westside është, nuk do thoj i rilindur, por është një moment tjetër i Westside, duke qenë se Miri ka treguar se kush është Miri në të vërtetë dhe ka rilindur dhe një herë pjesën artistike të Westside Family, sepse duke qenë se janë dhe këngë të një brezi tjetër, ky brez i ri duhet ushqehet me këto të rejat. Me këto të rejat, por dhe me këngët e vjetra që janë këngë me shumë vlera, me thënë drejtën. Dhe janë vërtet. Pra nuk ka një njeri që nuk i di përmendësh ose nuk mund t'ja ketë dedikuar dikujt këngën Mesazh apo kur kanë humbur një njeri të dashur. Sidomos te kënga Mesazh kur ti dëgjon tani në këtë moment në këtë moment dëgjon një brez të ri që këndon atë këngë kur s'kishte lindur kur është bërë ajo këngë. Kështu që përgjigjja është e gjitha brenda kësaj. Cili ishte momenti më i vështirë emocional për ty brenda qëndrimit në shtëpi? Po nuk do thosha më i vështiri, do thosha me emocionin më të madh ka qenë surpriza gocës e vajzës time, sepse aty brenda ti futesh në një dimension tjetër, edhe për momentin e harron se çfarë ndodh jashtë, sepse ke situata pafund sa aty nuk të lejonin as të haje bukë, domethënë. Kështu që por momenti kur unë takova vajzën ka qenë një moment shumë i vështirë. Për një arsye, sepse doja se kishe dy anë të medaljes në fakt. Pa dalë të ana dy, të ana parë, doja ta kafshoja veten time për të mos i shprehur emocionet me lot, ka shi vajzës time, sepse nuk doja që ajo pastaj të mbytesh në lot, se edhe ajo është një peshore. Me qëra fjala dhe ne jemi shumë empatik. Shumë emocional. Jemi shumë empatik te njëri tjetri, domethënë ajo mund të mos qaj për veten, pastaj do qante për mua, edhe aty do bëhesh një det me lot, edhe asgjë nuk do shkonte. Ky ka qenë shumë moment i vështirë, momenti që po shkoja ta takoja vajzën. Pastaj e ka përceva dhe kaloi shumë bukur ai moment surprize për mua.